Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim më me zhvillimet e ditës. Sot shënohej dita kombëtare e rinisë duke kujtuar 35 vjetorin e protestave studentore të dhjetorit 90 që i dhanë në fund regjimit komunist në Shqipëri. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, si çdo vit, vendosi kurora me lule në shtatoren e Azem Hajdarit duke përkujtuar sakrificën e të rinjve. 35 vite kanë kaluar që nga dhjetori 90, kur studentët shqiptar dolën në rrugët e Tiranës për të kërkuar lirinë dhe demokracinë, duke hapur një kapitull të ri historik për vendin. Ky përvjetor gjen Shqipërinë në një udhkryq të ri, ndërsa shoqëria përballet me sfida politike dhe ekonomike dhe të ri të mbeten forca kryesore e shpresës për ndryshime të mëtejshme. Si çdo vit, ish presidenti Sali Berisha vendosi kurora me lule pranë shtatorës së Azem Hajdarit, duke përkujtuar heroizmin e studentëve dhe duke përcjellë mesazhin se besimi dhe shpresa e tij mbeten tek rinia. Sot në ditën e rinisë, në 8 dhjetor, Edi Rama vjen si armiku më i egër i trive shqiptar në tërë historinë tonë. Shpresa e vetme për të përmbysur narkoregjimin e Ramaduros është rinia shqiptare, është gjenerata Z. I biri Azem Hajdarit mori pjesë në ceremoni për të ruajtur kujtimet dhe emrin e të atit, ndërsa bashkëshortja dhe vajza e tij munguan këtë herë. Të rinjt sot nuk kanë asgjë, as më pak as më shumë se ç'kishte Azem Hajdari. E vetmja gjë që është në lojë është shpërqendrimi. Dua të them për gjithë ata të rinj që mendojnë që vota ime s'bën ndryshim, një votë s'bën ndryshim, ose ç'a ndryshimi bën po dola në protestë, ose ç'a ndryshimi bëra po bëra unë këtë gjë se unë një person jam. Nga një person bëhen 2, nga 2 bëhen 3, dhe jo vota dhe jo dalja në proteste dhe jo këtë gjëra, po edhe një diskutim në një grup mbi 3 veta, ku njerëzit diskutojnë për hallet dhe problemet e veta dhe për të përmirësuar veten, shoqërinë e tyre dhe kushtet, bën një ndryshim shumë të madh. Në ditën e rinisë, manifestimet shërbejnë si një reflektim mbi ndryshimet historike dhe sfidat aktuale për të rinjtë e sotëm të njohur si gjenerata Z, përkujtohet si fuqia e tyre mund të jetë vendimtare për të sfiduar autoritetet dhe për të ndërtuar një të ardhme më demokratike. Ky përvjetor gjithashtu sjell në vëmendje angazhimin politik dhe shoqëror të ish studentëve, të cilët kërkojnë një rinje aktive dhe një pjesëmarrje më të madhe në jetën publike. Në 35 vjetorin e protestave studentore që quan rrëzimin e regjimit komunist dhe hapën rrugën drejt demokracisë në Shqipëri, presidenti Bajram Begaj përkujtoi guximin e studentëve të dhjetorit 90 duke e cilësuar lëvizjen e tyre si themelin e Shqipërisë evropiane. Ai theksoi se çdo arritje në rrugën drejt integrimit evropian dëron sakrificën dhe idealizmin rinor të asaj kohe. Shqipëria përkujton sot 8 dhjetorin, ditën kombëtare të rinisë që shënon 35 vjet nga protesta studentore e vitit 1990, një prej momenteve më vendimtare të historisë moderne të vendit. Lëvizja paqësore e studentëve të Universitetit të Tiranës ndezi shpirtin e ndryshimit në një vend të mbyllur për gati gjysmë shekulli, duke rrëzuar një regjim të hekur dhe duke hapur portën drejt pluralizmit politik dhe demokracisë. Në ndërim të kësaj ngjarje në vitin 2009, 8 dhjetori u shpall zyrtare i fesë kombëtare si ditë reflektimi dhe vlerësimi për guximin rinor që ndryshoi rrjedhën e historisë. Në këtë përvjetor, presidenti Bajram Begaj ka kujtuar idealizmin dhe vendosshmërinë e studentëve dhjetorit 90, të cilët me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, sfiduan regjimin dhe frymëzuan një popull të tërë. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit theksoi se çdo hap i sotëm i Shqipërisë drejt integrimit evropian është një nderim ndaj trashëgimisë të tyre dhe një vazhdim i rrugtimit që ata nisën me guxim. Guximi dhe lëvizja rinore e dhjetorit 90 i hapën rrugën Shqipërisë evropiane. Çdo hap që hedhim sot nderon guximin rinor që rrëzoi perdën e hekurt që e ndante Shqipërinë nga Europa, shkroi presidenti Bajram Begaj në rrjetet sociale. Aktivitetet përkujtimore dhe omazhet për nder të studentëve simbolik të asaj lëvizje vijojnë përgjatë ditës, ndërsa kjo datë mbetet një apel i përhershëm për forcimin e rolit të rinisë dhe për mbrojtjen e vlerave demokratike në vend. Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Jordanisë për një takim zyrtar me mbretin Abdullah II bin Al-Hussein. Në postimin e tij në rrjetet sociale, Rama e ka cilësuar mbretin si një mik të veçantë dhe një figurë të respektuar globalisht, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve mes dy vendeve. Takimi ka për qëllim të thellojë bashkëpunimin ekonomik, politik dhe kulturor mes Shqipërisë dhe Jordanisë
ndërsa diskutimet përfshin edhe çështjet rajonale të sigurisë dhe investimeve të ndryshme. Vizita përfshin gjithashtu diskutime për mundësinë shkëmbimi në sektorin e arsimit, turizmit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ndrojmë temë të informacioneve tona, një 70 vjeçare Bajame Mehmetali u gjete pa jetë në apartamentin e saj në katin e 4 të një pallati në lagjen 17 të qytetit të Korçës. Fqinjët kanë njoftuar policin pasi nuk kishin marrë lajme prej saj prej disa ditësh. Gruaja jetonte e vetme dhe përballej me probleme shëndetësore dhe financiare, ndërsa motra e saj vinte rrallë për ta ndihmuar. Bajame Mehmetaliu, 70 vjeç, e cila jetonte e vetme në një apartament në katin e 4 të një pallati në lagjen 17 të Korçës, u gjete pa jetë nga fqinjët që u shqetësuan për mungesën e saj të pazakontë. Gruaja kishte përballuar më parë dëmtime në shtyllën kurrizore si pasojë e një rënje aksidentale, gjë që kufizonte lëvizjen dhe bënte të vështirë kujdesin e përditshëm. Motra e saj, e cila jetonte në Tiranë, vinte vetëm her pas here për të dhënë ndihmën e nevojshme. Fqinja tregon se kishte vënë re mungesën e saj dhe kishte shkuar për të kontrolluar, duke gjetur trupin e pajetë të zonjës Mehmetali. Si të bëjmë sa ta shikojmë një Bajame se s'po njihet, edhe mora zonjën, edhe i kom shiu lartë. Ku e pam, ajo kishte edhe nga divani. Eri pasaj lajmëruam motrën në Tiranë, i tham kështu hajde se të ka tekur Bajamja. Pasaj lajmëruam policin, edhe policia për të tyrën Policia dhe autoritetet lokale po hetojnë rrethanat e ngjarjes, ndërsa komuniteti në lagje shpreh shqetësimin për situatën e personave të moshuar që jetojnë vetëm dhe pa mbështetje sistematike. Ekspertët e çështjes sociale theksojnë nevojën për programe asistencë dhe mbikëqyrjen më të strukturuar për të moshuarit, sidomos ata në gjendje shëndetësore të ndjeshme dhe burime të kufizuara financiare. Policia e Elbasanit ka shpadur në kërkim 35 vjeçarin Oklid El Oeidi, dyshuar si pjesëmarrës në vrasjen e biznesmenit Mondi Mahalla në 30 nëntor. Dëshmitë të arrestuarve dhe hetimet e deritanishme përfshin atë në përdorim të makinës që shërbeu për atentat. Autoritetet po punojnë për kapjen e tij, si dhe për 2 të tjerë të shpadur në kërkim më parë. Pas atentatit ku biznesmeni Mondi Mahalla u ekzekutua me 3 plumba në zonën e Mirakës të Elbasanit në 30 nëntor, autoritetet kriminale nisën hetimet intensive për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë. Dëshmitë e mbledhura deri tani kanë treguar se 35 vjeçari Oklid El Oeid ka qenë i pranishëm kur Naldo Gjoni, tashmë i arrestuar, përdori makinën tip Audi për ekzekutimin e Mahallës. Sipas burimeve policore, Oeidi ka kaluar kufirin nga Shafthana për në Maqedoninë e Veriut dhe nuk është ndaluar nga autoritetet, duke e bërë atë një nga personat kyç shtetimit. Policia ka intensifikuar kontrollin dhe bashkëpunimin me forcat e rendit në vendet fshim për kapjen e tij. 3 persona janë arrestuar deri tani. Nevzat Spaho dhe Prenjasi, i njohur si shoferi që ndihmoi autorin të largohej nga vendngjarja. Kujtim Pisha, 52 vjeç, punonjës në një karburant pranë zonës, i proceduar për moskallëzim krimi, dhe Gino Agor, ortak në biznesin e Mahallës, i cili dyshohet se nuk ka ndryshuar pronësinë e Audit të përdorur në krim. Ndërkohë janë shpadur në kërkim Armando Kolla dhe Laçi dhe Marcelo Arani nga Elbasani, i cili ka thyer dhe masën e arrest shtëpie që kishte për pastrim parash. Policia vijon hetimet për të zbuluar lidhjet e mundshme të Oeidit dhe të tjerëve me personat e arrestuar dhe me organizimin e krimit pas atentatit. Gjithashtu po kontrollohen kamerat e sigurisë, rrugët e mundshme të arratisjes dhe komunikimet mes të dyshuarve për të krijuar një pamje të plotë të ngjarjes. Hetimet pritet të ofrojnë më shumë të dhëna për motivet e krimit për të sanksionuar të gjithë të përfshirët në këtë vrasje. Policia e Tiranës ka vënë pranga një 21 vjeçar të dyshuar për një seri vjedhjesh dhe për përfshirjen e një 13 vjeçari në aktivitete kriminale. Hetimet zbuluan se i riu kishte kryer disa vjedhje në markete dhe lokale, si dhe posedonte sende të kundëralishme, përfshirë pajisje policore dhe municion. Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion hetimor që çoi në arrestimin e një 21 vjeçari dyshuar për një sër vjedhjesh në kryeqytet dhe për nxjerrjen e një të mituri në veprimtari kriminale. Sipas autoriteteve, i riu banues në Tiranë dyshohet të ketë kryer disa ndërhyrje të palishme, përfshirë edhe një ngjarje të datës 20 nëntor, ku ka thyer dyert e një marketi dhe ka marrë produkte të ndryshme. Pamjet dhe provat e grumbulluara gjatë hetimeve i çuan hetuesit drejt evidentimit të rolit të tij si organizator dhe autor
autori i disa vjedhjeve të njëpasnjëshme. Gjatë kontrollit hetuesit zbuluan se i arrestuari kishte përfshirë edhe një 13 vjeçar në disa prej veprimeve kriminale. Të dy me 6 dhjetor 2025 kishin kryer vjedhje në një market dhe në një lokal të Tiranës duke marrë para dhe artikuj të ndryshëm. Përdorimi i një të miturin në kryerjen e veprave penale ka shtuar akuzat ndaj 21 vjeçarit i cili dyshohet të ketë shfrytzuar në moshë të vogël të miturin për të shmangur përgjegjësi direkte. Hetimet e zgjeruara zbulojnë gjithashtu se i riu posedonte dhe shiste sende të kundralishme si uniforma policie, radiokomunikimi, pranga dhe municion luftarak. Policia po verifikon burimin e këtyre artikujve, pasi dyshohet se ata mund të jenë përfituar përmes kanaleve të tjera kriminale. Gjatë operacionit u sekuestruan të gjitha sendet e dyshuara të vjedhura, bashkë me një shumë parash që mendohet se është përfituar nga aktivitetet palishme. Gjon Shkambi, xhaxhai Elvis Shkambit, autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, ka kërkuar nga gjykata e apelit që të ndryshohet masa e arrestit në burg dhe të vendoset një alternativë më e lehtë. Ai akuzohet nga prokuroria si nxitës i krimit dhe pretendon se gjendja shëndetësore e tij dhe bashkëshortes është e rënë duke dorëzuar dhe dokumente mjekësore. Gjon Shkambi ka dorëzuar kërkesën e tij në gjykatën e apelit ku ka kërkuar zëvendësimin e masës së arrestit me burg në një masë më të butë duke argumentuar për gjendjen e rëndë shëndetësore të tij dhe të bashkëshortes. Ai akuzohet nga prokuroria se kishte gjeni për planet e nipit të tij, Elvis Shkambi, për të vrarë gjyqtarin Astrid Kalaja dhe se kishte rol nxitës në krim. Avokati i tij ka dorëzuar 2 kartela mjekësore që sipas mbrojtjes tregojnë gjendjen e rëndë të dytë pandehurve. Elvis Shkambi, autori i vrasjes, ka pohuar para se vendimin e kreu në gjak nxehtësie sipër si pasojë një konflikti të gjatë 30 vjeçar për pronën, duke theksuar se nuk kishte qëllim paraprak për të vrarë gjyqtarin. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu rolin e rojes së gjykatës, Banush Koxhaj, i cili dyshohet për shpërdorim detyre, pasi nuk ka kryer kontrollin e duhur me detektor, gjë që ka mundsuar hyrjen e autorit të armatosur në ambientet e gjykatës. Autoritetet vijojnë hetimet për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë dhe për të sqaruar lidhjen midis autorit, nxitësit dhe personave të tjerë të mundshëm. Gjykata e apelit do të shqyrtojë se së shpejti kërkesën e Gjon Shkambit, duke vendosur nëse do të lejohet një masë alternative e sigurisë, ndërkohë që hetimet mbi ngjarje mbeten intensive dhe synojnë të sanksionojnë të gjithë të përfshirët në këtë krim të rëndë. Ngjarja ka tronditur sistemin gjyqësor dhe opinionin publik, duke nxjerrë në pa edhe nevojën për rishikim të protokolleve të sigurisë në gjykata dhe kontrollet ndaj hyrjeve të mundshme të personave të armatosur. Qindra e qytetarë dhe fëmijë u mblodhën në qendër të qytetit për ndezjen simbolike të pemës së vitit të ri në një atmosferë festive dhe të zbukuruar nga dritat dhe stendet e bizneseve lokale. Drita Televizion uron qytetarët e Kavajës të kalojnë çaste të bukura dhe festive gjatë gjithë sezonit të vitit të ri. Mbrëmja e së dielës me 7 dhjetor shënoi fillimin e festimeve të vitit të ri 2026 në qytetin e Kavajës, një festë me origjinë pagane e cila është mjaft e përhapur në mbar botën. Bashkia e Kavajës ka përgatitur ambientin festiv për ditët paraprake në vijim, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë dhe tërheqëse për të gjithë qytetarët. Qendra e qytetit është mbushur me drita të shumta lotra për fëmijë dhe stenda të dhjetra bizneseve lokale, të cilat ofronin produkte, ushqime dhe lëra, duke qenë ambienti tërheqës dhe festiv. Kryetari i Zoti Fisnik Qosja, pasi përshëndeti të gjithë të pranishmit bashkë me fëmijët, realizoi numërimin mbrapsht për ndezjen simbolike të dritave të pemës së vitit të ri. Ai uroi të gjithëve një vit të ri të lumtur dhe plot shëndet e gëzim. Qosja u shpreh për të pranishmit se është koha për të festuar së bashku, sidomos me fëmijët tanë, të cilët janë gëzimi ynë më i madh. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit, mirëmbrëma Kalamojë që jeni këtu, mirëmbrëma prindër, mirëmbrëma qytetarë të Kavajës. Pazari i festave ndes sot si parë një traditë tashmë në qytetin e Kavajës. Besoj që kemi zbukuruar shumë bukur, besoj që atmosfera është shumë e mirë dhe uroj që të gjithë këtë muaj të gëzojmë këtu, të vim fëmijët, të vim bashkë me miq, me shok, me njerëz që të japim kuptim këtij pazari siç e meriton qyteti i Kavajës. Gjithashtu do t'ju uroj gjithë secilit për jush mbarësi në të gjithë familjet tuaja dhe vetëm gëzim dhe paqe në bekime në familjet tuaja. Faleminderit dhe ta gëzojmë këtë festë. Fëmijët, hajde Kalamojë kallë. 10.
Shëndria pënder, rrëm kuptimi e tyre më shuhet kur në erë. Forcën e shpirtit dhe fjala me lirë, nga gjaku i tyre rritet toka Zot ta merr. Të keq. Pas ndezjes, ambienti u elektrizua nga aktivitetet kulturore të organizuara nga Drejtoria e Kulturës së qytetit, ku të pranishmit qëndruan deri në orët e vona të mbrëmjes. Zona festive do të qëndrojë e hapur për qytetarët deri në natën e ndërrimit të viteve. Drita Televizion uron qytetarët e Kavajës të kalojnë qaste të bukura dhe festive gjatë gjithë sezonit të vitit të ri. Do të ecim me të tjera informacione. Kosova ka nisur hapin më të rëndësishëm në zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse në ndërtimin e fabrikës së parë të municioneve në Gjakov. Qeveria synon jo vetëm prodhimin e municioneve, por edhe krijimin e dronëve ushtarak dhe civilëve brenda vendit. Ekspertët e sigurisë thonë se ky zhvillim është në linjë me pritshmëritë e NATO-s dhe rrit autonominë strategjike të Kosovës. Kosova po futet në një etapë të re modernizimi ushtarak, duke ngritur gurin e parë të një industrie vendase të armatimit. Projekti nis me fabrikën e municioneve në Jahoz të Gjakovës, e cila pritet të nisë prodhimin e parë në fund të vitit 2026. Zona industriale ku po ndërtohet objektet është e konceptuar si një hapësirë rezervuar për investitor të tjerë, me të cilat qeveria thosë se është tashmë në komunikim. Qëllimi është krijimi i një qendre prodhimi për pajisje moderne, kundër projektet kryesore rënditen edhe dronët ushtarak dhe civil, Made in Kosova. Kjo nismë vjen në një kohë kur Kosova është në fazën finale të transformimit të forcës së sigurisë në ushtri të rregullt, procesi që pritet të përmbyllet në vitin 2028. Sipas autoriteteve në Prishtinë, të gjitha investimet po kryhen në përputhje me standardet e NATO-s. Vetëm në 4 vitet e fundit mbi 430 milion euro janë shpenzuar për armatim të blerë nga aleatët perëndimor, mes tyre SBA-ja, Turqia dhe Gjermania. Këto janë investime që konsiderohen thelbësore për rritjen e aftësive operacionale dhe për afrimin e mëtejshëm me strukturat euroatlantike. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se vendimi për prodhimin e municioneve si një hap të natyrshëm dhe të domosdoshëm në këtë fazë. Sipas tyre, Kosova po ndërton kapacitet që i nevojitet për të përballur me kërkesat e reja të një mjedisi të brishtë sigurie dhe për të krijuar më shumë vetbesim në politikat mbrojtëse. Megjithatë, sfidat mbeten të mëdha. Serbia vazhdon të ruaj epërsinë ushtarake në rajon me një buxhet shumë më të madh se ai i Kosovës. Të dhënat e Institutit Sipri tregojnë se në vitin 2024 Kosova ka ndarë rreth $162 milion për mbrojtjen, ndërsa Serbia rreth 2.2 miliard, një diferencë që tregon hendekun e dukshëm në kapacitet. Edhe pse forcat e sigurisë të Kosovës është ende armatosur lehtë, rritja e vazhdueshme e buxhetit që për vitin 2021 deri më sot tregon ambicie të qarta për forcimin në ushtrisë në vitet e ardhshme. Prodhimi vendas i municioneve shihet si një piknisje për rritjen e pavarësisë mbrojtëse, duke vendosur Kosovën në një pozicion më të favorshëm në arkitekturën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Do të ecim me parashikimin e motë. Territori shqiptar për datën 9 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në shumicën e zonave. Paraditja do të sjellë diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja ruan po të njëjtin regjim me pak vranësira kalimtare në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë diell, duke krijuar një situatë të qetë atmosferike.
Era do të fryjë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 dhjetor do të jetë në orën 6:48 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 15 gradë Celsius. Bera, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e një fushe të qetë atmosferike me mot të kthjellët dhe vranësira të pakta. Paraditja do të sjellë kthjellime në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja ruan mot të qetë me disa re kalimtare në lindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 9 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 09 dhjetor do të jetë në orën 6:47 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, -2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 8 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 1 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 10 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë mirë takofshim në edicionin e ardhshëm.